Dhe kjo është ajo për cilën na duhet ta mendojmë se për shembull te Ibn Mesudi radiallahu anhu përmendet fjala e tij thotë s'kam pas keqardhje më të madhe se atë ditë kur ka perëndu dielli. A nuk më ka shtuar vetë. Nuk më shtu veprat ama mu ka poku e gjeli. Do thotë do të më kanë vetëdijshëm se çdo perëndim i diellit është ditët po mbarojnë. Dielli sotet ka dalë, ka më perëndu. Ajo, do thonë, s'ka më dyshje atë. Po. Do thonë ka përfundimi po shkojnë. Edhe njeriu do të pak me mendu këtë fakt, tash është shansa. Ka me të 10 që të fundit edhe pak. Çka mund të bëjmë, ma le, më ky Ramazan shkoj. Jo vallahi. Kjo është qasje shumë e gabuar. Gabim i madh. Edhe nëse Allah na rujt kemi qenë për aty që si mi fal hiç. Që kjo pikë po kushton shumë më të madhe, shumë prej muslimanëve të cilët dojnë mu pendu në muajin Ramazanit, i pengon kjo vezvese. Sa unë më bën tash me nis, do më thonë një çeki e gjeti natën e kadë tash më përmirësua dhe me këtë natë po ju be lebe këtë derë qelë, se ndoshta nata e kadër për të është dera rahmetit ku kthehet tek Allahu dhe xhelal. Është shumë probleme kjo ndjenja e vetëpëlqimit edhe mburjes se na jemi do të thonë xhamatlit të rregullt, na jemi 5 vakli. Jemi elita. Na po, ma të ngritur që kinisi me arë në xhami o vllai mirë, vallahi billahi mund me kanë dikush ka sot ja ka nis më i mirë se ai që Sigur. do të thonë edhe normal është punë të Allahut si matën. Hoxh Me zemrat e njerëzve, jo me vepra, se thot Allah njerëzit që në fillim të udhëzimit janë me gjendje, me adhurime, me ibadete, me sinqeritet, shumë më mirë se sa do që siç e thamë kanë shndruar ibadetin rutinë, diçka e përditshme, diçka që e bën pa shpirt, pa ndjenja, pa emocione. Ndërsa ajo është në fillim me atë gëzimin që Allah e ka udhëzuar që akoma e shijon ëmbëlsinë e ibadetit. Prandaj nuk është kjo e drejtë që ta nënvlerësojmë atë personin i cili me thonë ja ti pidi ka nisur më fal edhe kush e më ka ko vallahi me metë dita e fundit e Ramazanit ka ko. Se nuk di e cili moment ti të godet edhe të rok, si më thonë, mëshira e Zotit. Për çdo ditë të muajit Ramazanit het kën njerëz prej lisës zjarr xhenim, po më kanë shpresë e njerit edhe ajo pse. Do të thonë të largohet emri i tij. Ndoshta edhe në momentin e fundit se arrin ata. Çdo natë ka thënë. Pejgamberi sa çdo natë liron nga dënimi me zjarrin një grup të janë hap dyrt e njerëz që kanë merituar, që kanë merituar. Këtë ne është me drejtësinë e Zotit. Që ne nuk e përmendim shpesh që këta njerëz që kanë merituar dënimin e Allahut i liron, domethënë i amniston nga zjarri me mëshirën e tij. Ma thonë që se mëshira e Zotit është më e madhe se vepra e njeriut. Po, e vërtet, edhe nuk ka fare dyshim se njeriu me vepra e arrin mëshirën e Zotit. Jo me ëndra, jo me mall, se cili ka shpresë mëshirën e Zotit. Ama nëse nuk punon për atë mëshirë të Zotit, do të thonë Allahu dhe xhelal është i drejtë. Allahu dhe xhelal është i drejtë. Wa qul i'malu fa sayara Allahu a'malakum. Punon se Allah do të sheh punën e juaja. Po kur e ditë si besimtar se çmimi i agjerimit është falja, dalja pe xhenemit, shpërblimi me xhenet, dera rayyan e tjera, nuk mund të shkoj besimtar me anashkalu këtë muaj bekum të Ramazanit, ose me lan Ramazanin si diçka dytësore, kam do punë më kryesore. Çfarë janë do punë më kryesore? Me dal pak më shëtit, me pi një kafe me shok. Muhabet, me këshir pak futboll, me bab, në ato këtë na pastaj dhe shumë gjana do të gjejmë, çka do të na mushin kohën. Atë s'ki 24 orë i ki kejtë.